Mirëmëngjes gjithëve, ndodhem në njësinë administrative në Bubq, në fakt jam qendër Bubqit, ku siç u kam bërë me dije edhe herë tjetër, sa herë që dije i pik shi, këtu ky vend përmbytet edhe del lluçi e balta, siç e shikoni këtu, në gjithë gjatësinë e rrugës. Atje kemi banor vetë duke pastruar rrugën, ju shikojmë. Është një vend totalisht mbuluar nga balta, sepse këta kanë blloku kanalin Kulluz, që vjen nga kthesa e Mazhës Madhe. Kjo është hera e 16 mrena 2 viteve që sa herë bie i pik shi, situata kthehet në këtë mënyrë. Shikoni, vetëm me lluca dhe me balë. Janë gjithë këto biznese këtu që dëmtohen. Shikojmë tani se si lahet rruga nga vetë banor, se lluci ju ka hyrë lokal, ju ka hyrë nëpër shtëpia, ju ka hyrë nëpër biznese. Shikojmë, janë gjithë pusetat, i kanë hap banorët vetë me forcët e veta dhe janë gjithë të bllokuara, sepse ky institucion që shikoni këtu, që është bërë me paratë rindërtimit, ka blloku kanalin Kulluz. Pra është hera e 16 që përmbytet Bubqi mrena 2 viteve. Kjo është situata që këtë e pastrojnë banorët, sa herë bie shi e pastrojnë vetë. Mbrëm kanë nejtë me elektrik ndes duke ndjek rezultatin e shiut, sot mëngjes janë vi me këtë lloj situate këtu.